Selam aleikum hoqës. Davetin në islam, a do të fillohet nga kushti I parë I islamit, pra nga la ilaha illallah apo nga namazi, cilat janë pasojat nëse daveti fillon duke u fokusuar te namazi. Dhe lihet pasore sqarimi I tauhidit dhe kuptimi I la ilaha illallah. Sot shohim se flitet shumë për rëndësinë e namazit, por shumë pak për la ilaha illallah, ndërkohë që shumë njerëz vijnë në shirk apo kufrijate të ndryshme pa e kuptuar si kjo lidhet me bazën e fesë. A është kjo një mungesë në metodën e davetit dhe si duhet të jetë rënditja e saktë sipas Kuranit dhe Sunetit, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e thirrjes është specifikuar në hadithin në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Muadhin në Yemen. Faqal, e ka thonë Muadhit, inneke ta'ti qawmun hum ahlul kitab, ti po shkon në popull që ata kanë pas libër përpara, krishterë. Faltekun awwalu ma tad'un shahadatan la ilaha illallah. E para që ki me I thirrën ata është në shahadet dëshmim me thonë la ilaha illallah. فإنهم طول ذلك بس أتى فأنفرته فعلمهم مسيئة أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Nëse kanë planuar shahadetin, atëherë mësoj namaz. Është e padiskutueshme se e para që duhet me thirr njerëzit është tauhidi, besimi. Por gjithashtu është gabim me thirr njerëzit 20 vjet tauhid mos më fal. Se asaj tauhid pa namaz s'ka kur fare. Edhe ai që ka namaz për ka shirkun e vet s'ka kur fare. Por çështja bëhet kështu. Njerëzit thirrën në islam dhe në momentin që e pranojnë islamin është nëpërmjet shahadetit, deri kur thirrën tauhid, deri kur vjen koha e namazit. Deri të vjen koha e namazit e para. Kur vjen koha e namazit e para, se kiçore pa edhe atina që të kuqë më fal. Edhe kështu kanë vepruar shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu ka pranuar islamin derisa ka hipua e namazit, kur hipua e namazit kur dashur që më fal. Nëse së që më fal edhe pse nuk di që ka ndonjë rast që ka ndodhur, po më po mos më që më fal, islami dina anulohet. Dhe bashkohen, nuk ka një kohë të veçantë pastaj që duhet me thirrni edhe pas më derdhja të rrit masalena nuk është kështu. Por fillimisht thirrën të rrit për shkak se nuk vlen asnjë gjë derisa nuk bëhet shahadeti. Pastaj vazhdimisht mësohen çështjet, edhe të imanit, edhe të namazit, edhe të agjerimit, edhe të sicilat sipas radhës së vet. Dhe nëse vjen çështja të kufrit të shirku masalena, shpjegohet momentin kur ka ardhur çështja, jo në fillim se nuk ka logjik me mësuar njëri këtë çështje të imanit shako, e të kufrit e të shirkut, se ashtu si jam thënë se asaj që e thirr nuk I din këtë çështje, por logjika e vetes që kështu, fillimisht thirret në tauhid, pas derisa vjen koha e namazit, kur vjen koha e namazit, pastaj thirret namaz, pastaj deri namazin tjetër apo mësohet për tauhid, pastaj namazin tjetër, pastaj mësohet për agjerim, pastaj derisa tjetër nevojshme Allahu a'la wa a'lam.